Jemi sot këtu bashkë me drejtorin për Departamentin e Sigurisë Publike në një tur inspektimi mbi masat e marra nga shërbimet e policisë mbi flukset migratore të shtuara të qarkullimit kufitar në këto festat e fund vitit, si dhe për garantimin e masave të rendit të sigurisë publike gjatë festave të fund vitit. Departamenti i Policisë Kufitare ka intensifikuar masat gjatë këtij muaji, duke hartuar dhe miratuar një plan masat në cilin po punohet, në zbatim të planit masave të Drejtorisë Përgjithshme të Policisë Shtetit, me qëllim përballimin e flukseve migratore që pritet të shtohen për shkak të festave të fund vitit. Konkretisht, ky plan masash konsiston në shtimin e sporteleve në pikat e kalimit kufitar dhe të punonjësve të policisë, dhe konkretisht në ato pika ku pritet ardhja e bashkëdhetarëve tanë që jetojnë jashtë shtetit me qëllim festat e fund vitit dhe kalimin e festave me familjarët dhe të afërmit e tyre. Nga Departamenti i Policisë Kufitare janë marrë masa shtesë duke vendosur atashuar pranë detyrive vendore personel nga Departamenti për Kufirin dhe Migracionin me qëllim monitorimin dhe mbështetjen e veprimtarisë të tyre gjatë këtyre ditëve. Qendrat e shkëmbimit të informacionit policor si në kufi me Greqinë, në kufi me Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Kosovën kanë shërbyer në mënyrë të pandërprerë me qëllim marrjen e informacionit kohë reale dhe përgjigjen e situatave që mund të sjellin flukse të dëndura të udhëtarëve dhe bllokim për rradhë të gjata. Gjithashtu, nga ana e shërbimeve të kufirit dhe migracionit, janë intensifikuar shkëmbimi informacionit me vendet fqinje, me partnerët e policisë kufitare, sidomos të pikës greke të kufirit, për lehtësimin e kalimit kufitar të shtetasve si në ardhje, ashtu dhe në dalje të vendit tonë. Gjatë këtij viti ka pas një shtim të fluksit të udhëtarëve në masën diku ke 10% më tepër se njëjta periudhë të vitit kaluar. Departamenti për Kufirin dhe Migracionin shpreh gatishmërinë e plotë për marrjen e masave për lehtësimin e kalimit kufitar të shtetasve që do vizitojnë Shqipërinë, qoftë bashkëdhetarët tanë, por dhe turistë të huaj që vazhdojnë ta vizitojnë Shqipërinë. Duke më dashur të zgjatem, duke i uruar qëndrim të këndshëm bashkëdhetarëve tanë në festat e fundvitit në vendin tonë, pa harruar edhe krimet ndërkufitare, të cilat zakonisht shfrytëzojnë ditët e festave për favorizuar aktivitetet kriminale. Duke i uruar qëndrim të këndshëm në Shqipëri, i uroj gjithashtu gëzuar gjithë punonjësve të policisë, gëzuar vitin e ri dhe sidomos punonjësve të cilët do jenë në shërbim në natën e ndrimit viteve, po ashtu dhe gjithë shqiptarëve kudo që ndohen. Faleminderit. Pala jonë nuk ka pasur problematika gjatë këtyre ditëve ku ka qenë fluksi, pra është punuar me sportele dhe është rritur numri i tyre ku ka pasur fluks. Nuk ndodhe njëjta gjë në anën tjetër të kufirit. 7 kilometër radhë automjetesh qytetarë që janë ankuar kanë qëndruar mbi 6 shtator në pritje. Nuk ka një dialog për të qoftë edhe për të përshpejtuar procedurat pasi ankohen se qëndrojnë 40 minuta në një pikë për të marrë shërbimin? Nga ana jonë, kasash në dorë të policisë kufitare shqiptare, janë shfrytzuar gjithë kanalet e komunikimit, qoftë ato ndërkufitare rajonale me pikën me palën greke, po ashtu edhe në nivele më të larta, në nivel departamenti, dhe është shfrytzuar çdo lloj mundësie dhe kapaciteti për të arritur që të ulim radhët, se ne i ndjejmë radhët si të jenë brenda nesh, janë qytetarët tanë të cilët rrinë në radhë në palën greke. Kështu do vazhdojmë përpjekjet maksimale dhe fakti që këto ditë kemi ulur te fluks, te radhë këto situatë, besoj se ka një motiv pse bëjmë këtë gjë? Nuk besoj, nuk di për një motiv konkret, po mendoj ndoshta kanë ndikuar dhe grevat e fundit fermerëve që kanë pas në vazhdimsi dhe ne kemi njoftuar qytetarët pothuajse çdo ditë. Faleminderit. Jemi gati. Jemi këtu bashkë me drejtorin për Departamentin e Kufirit dhe Migracionit, po inspektojmë masat e policisë në rastin e festave të fund vitit. Policia e shtetit ka hartuar një plan masash me detyra të posaçme,
Por në të njëjtën kohë ka hyrë një gatishmëri të përforcuar, që do të kemi marrë masa shtesë krahas shërbime të teritorit në ditë zakonshme, po dhe sot kemi shërbime shtesë, pra kemi më shumë shërbime njerëzore, kemi edhe më shumë detyra për zbatuar për të përgjigjur dhe përballimin e situatës. Masat konsistojnë sipas drejtimeve. Policia rrugore me masa të plota dhe masa shtesë në të gjitha akset rrugore, urbane dhe interurbane, me shërbime të patrullës policisë rrugore të lëvizshme dhe me mjetet e teknologjisë dhe mjetet e inteligjencë. Fokusi i këtyre shërbimeve do të jetë parandalimi i aksidenteve rrugore me pasoja në goditjen e shkeljeve të parashikuara në kodin rrugor si shpejtësitë të normat të shpejtësisë të lejuara, ndaj përdorusave të mira të automobilit, ndaj manevrave të gabuara, përdorimit të celularit dhe të tjerë. Ndaj dhe unë duhet të bëjmë e dije qytetarët të jenë korrekt në zbatimin dhe në normat e sjelljes sipas kodit rrugor, po kështu i bëj thirrje prindërve dhe qytetarëve që kanë mjete përdorim që mos ja japin personave pa leje drejtimi dhe fëmijëve, pasi në kodin penal dhe në kodin rrugor ka sanksione të posaçme për lëshkimin e tyre. Masat të tjera kemi me shërbimet e teritorit që përbëhet nga patrulla e përgjithshme, shqiponja dhe krime ndërluar. Me detyrë në mbulimin e teritorit sipas zonave policore, për goditjen e paligjshmërisë, si dhe për kapjen e personave kërkimit dhe personave për armbajtje pa leje. Një detyrë të posaçme këto shërbime do të kenë natën e ndrimit të virave, do të bëjnë kontroll të plotë të gjitha ambientet e hapura dhe të mbyllura ku do të organizohen ceremoni të darkës së ndrimit të virave. Po kështu, efektivet e shërbimeve të forcë të shqiponjave, të RNS dhe të forcat sigurisë kombëtare do të jenë gatshme për të përgjigjur në kohë situatave dhe do të përdoren nëse do të jetë e nevojshme. Një detyrë tjetër që po zbatohet me frikëni është kontrolli i lëndëve piroteknike, ku në bashkëpunim me strukturat e shërbimit mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi dhe agjësitë e tjera ligjzatuese, po ushtrojnë kontrolle dhe siç e keni ndjekur dhe ju nëpërmjet televizioneve, kemi bërë disa sekuestrime dhe disa ndëshkime në lidhje me paligjshmërinë e përdorimit dhe të administrimit të lëndëve piroteknike fshek zjarri. Do të vazhdoj puna me intensitet lartë dhe këtu duhet të jap një porosi për të gjithë ata që tregtojnë apo do të përdorin lëndët piroteknike që të bëjnë kujdes, të administrojnë dhe të përdorin sipas rregullave të vendosura. Të bëjnë kujdes, mos i lejojnë fëmijët të përdorin ato, sepse ata janë nuk kanë në gjendje që të kujdesen dhe përdorimi në mënyrë paligjshme tyre do të cënojë rënd jetën e qytetarëve. Do të bëjë një thirrje në lidhje me qytetarët që janë të lutur që të telefonojnë te telefonin 115 për çdo paligjshmëri që do të konstatojnë apo për çdo konflikt që mund të hasin të vjen pranë tij. Pasi policia është në çdo kohë në dispozicion të qytetarëve dhe do të vinë në kohë më të mirë për të zgjidhur problemet. Po kështu, në natën e ndrimit të viteve i bëj thirrje të gjithë drejtuesit mjeteve që të bëjnë kujdes dhe të mos përdorin mjetet në ndikimin e alkoolit, të përdorin transportin publik. Nga ana tjetër bëj thirrje dhe me dije se policia do të ketë fokus kryesor dhe drejtuesit e mjeteve të transportit publik, pasi janë i vetmi shërbim që do të jetë për qytetarët dhe do të jenë kontrolle të posaçme ndaj drejtuesit të këtyre mjeteve. Dhe së fundmi, unë do të uroj gjithë punonjësit të policisë shtetit gëzuar festat e fundvitit dhe një vit i mbar 2026 me rezultate sa më të larta. Po kështu, duhet falenderoj dhe media, ju posaçërisht, për një punë kolosale dhe një bashkëpunim të shkëlqyer me policinë e shtetit që na keni bërë të mundur që ne të fokusohemi sa më mirë në detyrat tona funksionale. Faleminderit.